Në prag të sezonit turistik veror, autoriteti rrugor jugor ka intensifikuar ndërhyrjet me fokus për mirësimin e infrastrukturës rrugore dhe garantimin e një qarkullimi më të sigurt për qytetarët dhe turistët. Punimet po zhvillohen në disa akse kryesore kombëtare ku përfshihet riparimi i dëmtimeve në asfalt, sistemimi i segmenteve problematik dhe mirëmbajtja e përgjithshme e rrjetit rrugor pas dëmtimeve të shkaktuara nga stina e dimrit. Ndërhyrje të plota janë kryer edhe në aksin përmet Çarçov, ndërsa puna vion edhe në segmente të tjera me rëndësi për lëvizjen gjatë sezonit veror. Ky plan masash ka disa objektiva kryesor. Së pari është riparimi i të gjithë rrjetit rrugor kombëtar. Këtu mund të përmendim rehabilitimin e plot të rrëshqitjes që ka ndodhur në segmentin përmet Çarçov, ku gjatë dimrit siç dihet ka rrëshqitur trupi rrugës. Rehabilitimi i kësaj shkare ka përfunduar totalisht. Së dyti janë punimet që kryen në lidhje me sinjalistikën dhe sigurinë rrugore për sezonin e ri turistik. Gjithashtu po monitorohet nga afër situata e hedhjes së mbetjeve inerte përgjatë akseve kombëtare në rajonin jugor. Strukturat përgjegjëse kanë shtuar kontrollet për evidentimin dhe parandalimin e ndotjes në anë të rrugëve. Janë punimet e monitorimit për mbetjet ndërtimore, mbetjet urbane që hidhen anës rrugëve kombëtare. Duhet të theksojmë se kodi rrugor e ka të ndaluar hedhjen dhe depozitimin e mbetjeve të ndryshme, depozitimeve ndërtimore anës rrugëve. Autoritetet synojnë që përmes këtyre ndërhyrjeve të përmirësojnë standardin e qarkullimit rrugor dhe të krijojnë kushte më të mira për turistët që vizitojnë rajonin jugor gjatë muajve të verës.